Zoti Roy, apo mundohet Edi Rama që të blejë më shumë kohë, apo në këtë rast, siç e përmendët edhe ju, të shes interesat e vendit në mos krejt vendin vetëm për të shpëtuar lëkurën e tij? Edi Rama ka të paktën 10 vjet që blen kohë. Pra, po të jetë puna për blerjen e kohës, ai është mjeshtër i pa imitueshëm. Është një nga njerëzit mund të themi politikani më i suksesshëm i këtyre 36 viteve për shkak të kulturës, për shkak të mënyrës se si e ka kuptuar mendsinë e shqiptarëve dhe për shkak të asaj aftësisë që ai ka për të bërë pazare për t'u blerë gjakun të gjithë kundërshtarëve. Pra sot ne kemi një situatë ku kundërshtarët e brendshëm dhe të jashtëm të Edi Ramës, ai jo vetëm i ka lënë, po i ka inkurajuar që të vjedhin edhe në emër të tij dhe tani luan lojra me lojra dominosh me njerëz të korruptuar, me njerëz të cilët në fundit janë peng të asaj që kanë bërë. E njëjta punë me opozitën, e njëjta punë me Ilir Metën, ai kurdo i mban afër, kurdo i largon dhe i çon burg, kontrollon në një mënyrë ose një tjetër të gjitha hallkat, sepse çdo kush që i është afruar anës publike, punës publike në Shqipëri, e ka gjakun në shitje. Për sa kohë që këta e kanë gjakun në shitje, Edi Rama është mjeshtër i shitblerjes tyre. Ndaj dhe unë po e përsëris për të disatën herë. Ata që janë realisht shqiptarë, ata që nuk e shohin veten si pjesë e llumit të Parisë së Tiranës që jeton në qendrën e parë, në unazën e parë. Ata duhet që ta ndjejnë këtë punë më fort se sa të tjerët, duhet ta shohin që pavarësisht se mund t'ju vinë para nga jashtë, pavarësisht se mund të mendojnë që kanë fituar në këtë lojën e pislokut të brendshëm, fituesit e vetëm janë paria. Të gjithë të tjerët janë humbës, dhe humbës me diferencë të thellë, ndaj dhe duhet rebelohen, duhet të dalin dhe mos i lënë vetëm ata njerëz. Zoti Roy, para pak ditësh ka pasur një deklaratë të biznesmenit Alabarit, pra i cili do investonte në portin e Durrësit, i cili theksoi se përpjekja e tij për të investuar, pra ka qenë një gabim në portin e Durrësit. Në këtë rast ka pasur më parë edhe një reagim nga ana e kreut të Dhomës Amerikane të Tregtisë kundrejt qeverisë shqiptare në mënyrën se si po e menaxhonte portin e Durrësit. Në këtë rast a mendoni se mund të ketë po themi një dosje shtesë kundrejt Edi Ramës, nisur nga kjo nyje mjaft strategjike, duhet thënë, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin? Unë do thoja që pikës pari ato që ka thot Dhoma e Tregtisë shqiptare-amerikane duhen dëgjuar me kujdes, dhe sepse janë të bazuar në njohjen e disa fakteve të brendshme. Dhoma shqiptare-amerikane e Tregtisë ka shumë lidhje me shumë nivele të qeverisjes në Shqipëri, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin lokal, pra informacioni që ata kanë në dijenin time është i plot. Pra, nëse kemi një denoncim të dhomës tregtare shqiptare-amerikane, ai denoncim duhet marrë seriozisht. Nuk ka nevojë për këtë denoncim për ta ditur që porti i Durrësit është lopa që mielin grupet kriminale në Shqipëri, sepse normalisht që posti i dytë më i rëndësishëm në Shqipëri është thjesht drejtori i portit të Durrësit. I pari është thjesht kryeministër, posti i dytë është drejtori i portit të Durrësit. Sepse në portin e Durrësit hyn të gjitha pislliqet, nëse duam ta themi me një shprehje pak më popullore, hyn banania madhe në portin e Durrësit. Ne pas kemi qenë një popull që dashurojmë banane dhe marrim ton banane dhe i konsumojmë, pavarësisht se numri i popullsisë bie, numri i bananeve rritet. Kështu që kemi dashuri të çuditshme për bananet dhe të gjitha kalojnë nga porti i Durrësit, të gjitha kalojnë me dijeninë e autoriteteve, të gjitha kalojnë me dijeninë e atyre që janë në krye të ligjit dhe të gjitha pasurohen, të gjitha bëjnë pallate, të gjitha i pastrojnë paratë në mënyrë krejt të ditshme të hapur, sepse në Tiranë pavarësisht se nuk ka më banorë, se nuk ka më blerës, se normalisht që është përgjysmuar Shqipëria, pavarësisht se ka më shumë të huaj nga një herë në rrugët e Tiranës se ka shqiptar, vazhdon dhe ndërtohet me ritme të tmerrshme. Këto para dalin, gjitha origjinojnë në tregtinë e bananes që vjen nga porti i Durrësit. Dhe për portin e Durrësit janë bërë luftra dhe vriten njerëz në grupet kriminale, pavarësisht se media nuk i evidenton ato
çfarë kanë mbrapa këto atentatet e shumta që ndodhin her pas here në Shqipëri. Çështja e portit Durrësit, mbyllja e portit që ka ekzistuar për mijëra vitesh dhe transferimi i tij në Porto Romano është një pjesë tjetër e tradhtisë kombëtare të kësaj parie, cila ka filluar me Sali Berishën dhe po e përfundon Edi Rama. Ta janë të gjithë në tavë në punë, kanë bërë një gjë që nuk i intereson as pak shqiptarëve, e kanë justifikuar me budallallëqe nga më të shumtat, dikur Sali Berisha thonte ky do të jetë porti i Kosovës, e të tjera, ndërkohë që dhëndri dhe e bia e tij blenin toka andej, e të tjera për llogaritë i nipit të Serbisë, e të tjera. Pra, sot është vazhdimësia e kësaj. Edi Rama vetëm se ka vazhduar në këtë rrugë dhe praktikisht mbyllja e një porti me kalata me numër kalata shumë të madh, me një numër normal kalatash, tani nuk më kujtohen shifrat eksakte, por është të paktën 3-4 fish më pak porti i ri se sa porti i vjetër, që nuk ka vend ku të rri. Kjo është thjesht njëra nga manovrat e shumta që Paria e Tiranës bën për të përfituar diçka. Një pjesë tjetër Shqipërie që shitet në heshtje dhe askush nuk reagon. Zoti Roy, Erik Wendt tashmë do të jetë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Ju si mendoni çfarë do të sjellë ky ambasador nisur nga përvoja e tij ushtarake dhe ndërkohë paralelisht me të mesazhi që ka përcjellë ambasada amerikane në Tiranë ku thekson se ai do të transmetojë vizionin e presidentit amerikan sa i përket çështjeve të sigurisë në kuadër të Aleancës Atlantikut Veriut, por ndërkohë edhe për të pasur marrëveshje të drejta me bizneset amerikane. Në këtë rast, si mund të interpretohet ky mesazh? A ka një mesazh adresuar edhe qeverisë shqiptare se si do duhet të sillet në këtë rast edhe kundrejt bizneseve amerikane? Unë nuk mendoj se është mesazh, në radh parë përgëzime ambasadorit Wendt për detyrën që ka marrë, nuk ka qenë thjesht ushtarak, ka qenë ligjërues dhe drejtori i shkollës së kundër si quhet kundër insurgency që i thonë anglisht. Pra është një njerëz që ka njohuri të thella të se si funksionojnë disa sisteme të caktuara brenda shteteve dhe se si minohen këto sisteme brenda shteteve. Në detyrën e tij diplomatike sigurisht që përfaqëson interesat e Shtetit Amerikan dhe personalisht të presidentit Trump, dhe unë nuk do ta shihja si mesazh ndaj qeverisë shqiptare, por si paralajmërim ndaj Parisë së Tiranës. Ardhja e ambasadorit është një pikë kthese në marrëdhënie, sepse do ndryshoj politika e Shtetit Bashkuar, se ajo ka qenë, ajo do të mbetet politika, por do të ndryshoj qasja e ambasadës nga pikëvështrimi që tani më nuk kemi më thjesht disa burokrat të departamentit të shtetit, të cilët nuk e ndjenin se e kishin tagrin për të qenë më të zëshëm, po do të kemi një ambasador i cili e ka të qartë detyrën e vet, i cili e di se ku pikon çatia dhe i cili do t'i thotë gjërat me një qartësi më të madhe se më parë. Mirë po, duket qartë që Paria e Tiranës ka frikë nga ky emërim, sepse mendojnë që do të jetë një i ngjashëm me emërimin e një ish ambasadore tjetër që i kishte emrin Marisa Lino, por unë gjykoj që politika amerikane, sidomos e presidentit Trump, dallon disi, sepse nuk do të vi ambasadori që të na tregojnë se si duhet ta bëjmë dhe çfarë duhet bëjmë. Ambasadori do të vi dhe do të në radh parë do të vlerësoj se çfarë janë të aftë të bëjnë shqiptarët. Nëse shqiptarët e kanë besimin tek vetvetja që të rebelohen dhe të kërkojnë një shtet normal, apo mendojnë se do të vazhdojnë në këtë katrahurën ku jemi sot. Dhe në fundit ambasadori ka për zemër interesat e shtetit të cilin përfaqëson, pavarësisht se jam i bindur që do të bjerë dhe ai siç kanë rënë të gjithë ambasadorët e tjerë në dashuri me Shqipërinë, se shqiptarët janë popull shumë mikpritës dhe shumë i ëmbël, por kjo nuk ka shumë vlerë për diskutimin tonë. Ajo që ne na duhet të kuptojmë është që me këtë ambasador kemi të bëjmë me një njerëz që ka tagrin edhe politik, edhe diplomatik, kemi të bëjmë me një njerëz që e njeh lojën,
shumë më mirë se sa thjesht një burokrat, sepse është një njeri që ka qenë edhe në luftëra e të tjerë, dhe është një njeri i cili do t'i thotë qartë mesazhet e veta dhe nuk do të fshihet pas perdeve diplomatike. Është e mundur që edhe zoti Grenell të ketë ardhur si para prirës i mesazhit që do të sjellë ambasadori. Po, unë këtë nuk mund ta them se sigurisht unë nuk flas në emër të as qeverisë as të departamentit të shtetit, po çdo gjë është e mundur. Zakonisht kështu funksionojnë këto gjëra, që çohet një mesazh me një dikë civil përpara se të vijë mesazhi zyrtar. Të paktën në 96-ën këto mesazhe kanë ardhur Sali Berishës që i injoroi.